Aksioni juaj politik nuk filloi kaq dhe mbaroi. Pse mendoni ju se do fitoni kur historia në Partinë Demokratike ka treguar që figura të rëndësishme të saj me potencial politik dhe intelektual si zotin Eritan Ceka, Gramos Pashko dhe deri te Gez Pollo, mbas aksioneve të tyre politike janë shuar jo vetëm si lëvizje, por edhe ata kanë dalë nga politika. Unë nuk kam qëllim tjetër përveç se të përmirësohet Partia Demokratike dhe Shqipëria të ketë një opozitë dinjitoze e cila është e gatshme për të riskuar, por edhe për të qenë alternativë qeverisë dhe për të rrëzuar Edi Ramën. Më vjen mirë që sot Partia Demokratike, mbasi unë kam kërkuar që nga shtatori, që në mbledhjen e parë të kryesisë, ka njoftuar protestë kombëtare dhe ka ardhur tek mendimi im që duhet një protestë dhe revolt për shkak të korrupsionit të qeverisë. Nga ana tjetër, ka një diferencë të dukshme në raport me të gjithë emrat të nderuar që ju i përmendët. Unë nuk kam pasur asnjë ditë pushtet, unë nuk kam qenë asnjë ditë në asnjë funksion qeverisës. Pashko nuk ishte pushtet. Unë sot nuk kam, ka qenë themeluesi i Partisë Demokratike, ka pasur pushtet real, ka pasur njerëz që i ka pasur në qeveri të afërt, se nuk kam respekt të jashtëzakonshëm për figurën e tij, por nga ana tjetër unë po bëj takime për të përmirësuar Partinë Demokratike dhe sallat janë plot, pra duket që kam një mbështetje masive dhe nuk mund të krahasojmë periudha kohore kur Partia Demokratike ishte në pushtet me periudha kohore kur Partia Demokratike është në ditët më të këqija të saj. Nuk mund të krahasojmë periudha ku deputetët zgjidheshin nga qytetarët me periudha ku lista e Partisë Demokratike ka problemet e veta, ku më të votuarit kanë mbetur jashtë, kështu që ka shumë diferenca të dukshme në raport me çdo lloj lëvizje tjetër brenda Partisë Demokratike për ta përmirësuar Partinë Demokratike. Dhe nga ana tjetër, unë nuk kam një qëllim konkret për një funksion, kam qëllim konkret për të përmirësuar Partinë Demokratike dhe këto po ndodhin. Kështu që kjo është që në këto momente kjo lëvizje ka arritur fitoret e veta të para dhe besoj që do t'ja dalë deri në fund që të kemi një parti të ri për të rirë, me më shumë energji, me më shumë potencë, që t'i bashkojë demokratët që janë të pakënaqur dhe pa diskutim pastaj të bëj hapje drejt figurave të rëndësishme të shoqërisë. Dhe kjo ka për ndodhur dhe këtë u them me bindje. Ju thatë që kjo ka për ndodhur, ju them me bindje. Unë këm ngulte kjo, e keni menduar ndonjëherë që klanet në Partinë Demokratike dhe mënyra se si funksionon Partia Demokratike mundet që ta zhvlerësoj gjithë këtë impenjim tuaj dhe ju të dilni nga politika? Se ju jeni as deputet. Unë të gjithë mbështetjen siç e shikoni dhe siç e dini dhe siç po duket e kam për shkak të emrit tim dhe të angazhimit tim. Unë nuk kam në një funksion zyrtar apo në një lloj pushteti që të indikoj njerëzit që të vinë në takime. Njerëzit vinë sepse besojnë tek unë, vetëm pushtet që kam unë është kontakti me qytetarët dhe mbështetja e qytetarëve. Këtë e kam treguar dhe kështu kam ardhur në politik dhe kështu kam qëndruar dhe deputet vitin 2021. Në çdo moment do kam qenë fitues përballë Edi Ramës në zonat ku jam ngarkuar nga Partia Demokratike dhe nuk ka klan që ndalon dot mbështetjen masive të demokratëve dhe mesazhohen edhe të shoqërisë edhe të gjithë qytetarëve për një përmirësim të Partisë Demokratike, për një ripërtëritje të Partisë Demokratike, për një reformim të qartë të Partisë Demokratike. I kujt është faji që Partia Demokratike ndodhet në këtë situatë? Këtë besoj do ta nxjerrin takimet, do ta nxjerrin analiza dhe do të diskutojmë. Unë dua që të leqet të dalin nga qytetarët. Qëndrimin tim do ta them në një fazë të dytë. Pra në këto momente unë jam në një fazë ku po nxjerr në pas shqetësimet, po bëj një diferencë mes gjuhës, po themit, dhe narrativës që ka Partia Demokratike zyrtarisht me një narrativ tjetër që unë them që Edi Rama mundet nëse kemi ekip të mirë. Unë them që ne nuk mund të demotivojmë njerëzit duke thënë gjithkohon që Edi Rama është i pamposhtur, është kështu, është ashtu, dhe në fund nuk ka rëndësi faji, ka rëndësi përmirësimi, dhe nëse vjen përmirësimi, atëherë fajet po i lëm të mbeten jetim. Apo ha bar Partia Demokratike? Shka Partia Demokratike është në vështirësi për shkak të përballjes me një regjim autokratik, po kjo nuk duhet ta bëj Partinë Demokratike që të deprimohet edhe të mos ketë mundësi për të reaguar edhe për të përmirësuar edhe për të vetë përmirësuar edhe për të tentuar me çdo lloj forme largimin e Edi Ramës. Kështu që pa diskutim që në të kuptim marrëdhëniet e Partisë Demokratike me aleatët strategjike janë më të mira dhe e kuptoj ku e keni pyetje nëse e keni këtu përgjigje. Jo, unë s'kuptova asgjë me thënë drejtën, po edhe një herë përsëris. Apo ha bar Partia Demokratike, do të thënë, Partia Demokratike s'ka si marrëdhënie me faktorin ndërkombëtar dhe diplomatik, zotë Saliani. Partia Demokratike ka marrëdhënie, eksponentët e Partisë Demokratike. Unë s'di gjë.
kanë marrëdhënie me Na e provo. Ndërkombëtar me të gjithë, kështu që besoj që është i pazëvendësueshëm roli i Shteteve të Bashkuara dhe i aleatëve perëndimor në raportet me Partinë Demokratike, po dhe me Shqipërinë. Këtu zoti Saliani më bëri një bisht. Tani, nëse ju do bëni një aksion politike dhe i bëri bisht pyetjes më të rëndësishme që Partia Demokratike për marrëdhënie me faktorin ndërkombëtar, veçanërisht atë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, më fal pasaj. SBA-ja Po nuk thash, nuk e veçova, vura të para, Shtetet e Bashkuara i vendosa të parat. Po jo, ma provo mua që Partia Demokratike ka marrëdhënie me SBA-n, ju keni një kryetar që është në grata, ju s'keni marrëdhënie fare zyrtare me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Ju keni parë që të gjithë që një pjesë e rëndësishme e funksionarëve të Partisë Demokratike kanë marrëdhënie zyrtare me Shtetet e Bashkuara, me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara. E keni fjalën për zotin Bardhi? E kam fjalën për shumë eksponentë të cilët kanë kontakte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me përfaqësuesit zyrtarë të tyre. Tani duket sikur zoti Saliani ju po bëni një betejë nominale jo me atë që prisnin një pjesë e madhe e opinionit, pra me zotin Berisha. Unë futem të ata gazetarë që vlerësoj kontributin e zotit Berisha dhe ai ka i bilanc jo vetëm personal, po edhe politik me Partinë Demokratike në drejtimin e saj shumë të mirë. Mirë po, në këtë periudhë duket që zoti Berisha nuk ka atë fuqinë që ka pasur. Tani, pse ju po e bëni me flamur nokën betejën? Se vetëm atë keni përmend, aty keni kërkuar dorëheqjen. Pse ju nuk keni kërkuar dorëheqjen zotit Berisha? Nuk kam një betejë nominale, unë kam një betejë parimesh dhe kam folur dhe diskutuar për parime. Dhe si që u thash edhe pak më përpara, kam diskutuar se si të vendosen disa rregulla dhe një sistem për promovimin e karrierës në Partinë Demokratike, për ndryshimin e gjuhës politike, për rikthimin e